Qeni policisë drejtohet për tek valigje në aeroport, kur policët e hapen atë, shpërthye në lot. Në korridoret plot zhurmë të aeroportit ndërkombëtar të Bejrutit, ku zhurma e udhëtarëve përzihej me zhurmën e avionëve që niseshin, oficeri NASA dhe partneri i tij besnik, Jim, filluan patrullimin e tyre rutin. Jim, një bari gjerman me një nuhatje të jashtëzakonshme, zakonisht i kryente natyrat e tij me saktësi të qetë, duke lëvizur nëpër kaos me një ndjenjë qëllimi. Por kjo ditë ishte ndryshe. Filloi si çdo tjetër, por së shpejti do të shndrohej në një histori që as oficeri NASA dhe as Jim nuk mund ta kishin parashikuar. Rrethuar nga kakofonia e udhëtimit, mendja e tyre u tërhoq nga një valixhe pazakont midis një lumi me bagazhe. Ai kishte mbritur nga Ukraina dhe ishte destinuar për në Bejrut. Nuk ishte asgjë të jashtëzakonshme në pamjen e saj, vetëm një valixhe e thjeshtë, e papërshkrueshme që përzihej me pjesën tjetër. Por instinktet e koduara mirë të Jimit i thanë të kundërtën. Ndërsa ju ofruan valixhes, Jimmy ngriti veshët. Gjua e trupit e tij ndryshoi befas. Ai hezitoi për një moment të shkurtër, pastaj u hodh drejt çantës me urgjencë të pazakontë. Sjellja e tij e utoi oficerin e NASA-s. Jimmy ishte një qen i disiplinuar, i stërvitur, të lehtë e fuqishëm kur zbulonte diçka alarmante. Por sot, në vend që të lehte, shohii një përshpërim të ulët dhe vajtuese, duke u strukur pranë valixhes me një ndjenjë shqetësimi. Përvoja e viteve kishte mprehur instinktet e oficerit të NASA-s. Ai e dinte se kjo sjellje ishte domethënëse, duke lënë të kuptohej diçka të pazakontë. Valixha, në dukje zakonshme, kishte tërhequr vëmendjen e pandarë të Jimit. Pas një inspektimi më të afërt, NASA vuri re vrima pothuajse të padukshme në sipërfaqen e rastit. Dërsa Jimmy nuhaste rreth këtyre hapjeve, ai zbrapse çdo herë, sikur të ishte i sprapsur nga një erë e padukshme për undën e njeriut. Oficeri NASA vendosi se ishte koha për të përshkallëzuar gjendjen. I shqetësuar për mundësinë e rrezikut, ai thiri ekipin e asgjësimit të bombave. I veshur me veshje të rëndambrojtëse, ekipi lëvizi shpejt dhe me kujdes, duke transportuar pakon e dyshim në një dhomë të sigurt, izoluar larg pasagjerëve dhe stafit. Tensioni mbushi ajrin, ndërsa oficerët shkëmbyen shikime të pasigurta, imagjinatën e tyre të egër me mundësi. Jim, megjithatë, mbeti jashtëzakonisht i animuar. Bishtit i tundej, gjua e trupit tij pasqyronte urgjencën. Oficerët jashtë mundet vetëm të spekulonin, ndërsa prisnin vlerësimin e skuadrës së bombave. Oficeri NASA u gjunjëzua pranë arkës, duke ushtrirë me kujdes për të nxjerrë kylyshët jashtë. Ndërsa i mbante, realiteti i zymt i gjendjes së tyre u bë i qartë me dhimbje. Kylyshët ishin transportuar në kushte të mjerueshme, shëndeti i tyre rrezikuar nga neglizhenca. Ishte një pamje zemërthyese që zbuloi një anë më të errët të aktivitetit njerëzor, atë që vendosi fitimin mbi dëmshurinë. Udhëtimi i kylyshëve të Tigrit kishte filluar në një kopër zoologjik të Ukrainës, ku ata ishin rritur për tregti. Ata ishin destinuar për Damask, por në vend të kësaj, përfunduan të braktisur në një valixhe pa marrë parasysh mirëqeninë e tyre, të dehidratuar dhe të friksuar. Kylyshët mbanin shenjat e sprovës së tyre. Por në mes të tragjedisë, midis oficerëve filloi të krijohej një ndjenjë vendosmërie. Ata patën një mundësi për të bërë një ndryshim. Sollën batanie dhe ujë për të ofruar lehtësim të menjëhershëm. Stafi i aeroportit punoi së bashku për të krijuar një hapësirë të improvisuar të sigurt për kylyshët, ndërsa prisnin që të mbërrinte kontrolli i kafshëve. Së shpejti, ekspertët mbërritën për të çuar kylyshët në një qendër rehabilitimi, ku ata mund të merrnin kujdesin dhe vëmendjen e duhur. Ishte hapi i parë drejt shërimit për këto treje të vogla, Maja, Tanja dhe Anton. Kylyshët e Tigrit u bën simbole të qëndrueshmërisë. Megjithëse ditët e tyre të errshme u karakterizuan nga vështirësi, atyre u dha një shans i dytë në jetë. Veterinerët dhe kujdestarët ju përkushtuan shërimit të tyre, duke trajtuar plagët fizike dhe traumat emocionale. Ngadalë, por me siguri, kylyshët filluan të përshtaten me mjedisin e tyre të ri. Ata mësuan të besojnë, të eksplorojnë dhe të luajnë, shumë larg kufive të errët të valixhes. Ky zbulimi i jashtëzakonshëm ndezi një bisedë globale rreth realiteteve mizore të trafikimit të kafshëve. Ajo dhi dritë mbi një industri që lulëzon në shfrytëzim, shpesh duke synuar specit e rrezikuara dhe duke i nënshtruar ato përballë vuajtjeve të paimagjinueshme. Trafikimi i kafshëve jo vetëm që rrezikon kafshët, por gjithashtu bën një kërcënim të rëndësishëm për biodiversitetin dhe ekosistemet. Llojet si tigra siberian, tashmë të rrezikuar,
janë shpesh viktima të tregtisë së palishme. Heqja e tyre nga habitatet e tyre natyrore prish ekosistemet, duke ndikuar në ekuilibrin delikat që mbështet speciet e tjera të panumurta. Për vetë kafshët, kushtet e trafikimit janë të tmerrshme, hapësira të ngushta, jo sanitare, pa akses në ushqim, ujin ose kujdesin e duhur. Shumë ngordhin para se të arrijnë në destinacionin e synuar. Rreziqet shëndetësore shtrihen përtej kafshëve. Trafikimi i kafshëve të egra mund të lehtësojë përhapjen e sëmundjeve zoonotike, duke paraqitur një kërcënim të konsiderueshëm për popullsinë. Tregtia e palishme e kafshëve të egra shpesh anashkalon në rregulloret shëndetësore, duke rritur mundësitë e transferimit të sëmundjeve, një realitet i kthjellët i vënë në fokus nga pandemia globale. Për më tepër, rëndësia kulturore dhe ekologjike e këtyre specieve nuk mund të mbivlerësohet. Shumë kafshë të shënjestruara nga trafikantët kanë një rëndësi të thellë në kulturat indigjene, duke përvajsuar simbole të forcës, shpirtërore dhe elasticitetit. Humbja e specieve të tilla nuk është vetëm një tragjedi mjedisore, por edhe kulturore, duke gryer tradita dhe praktikat që kanë ekzistuar prej brezash. Historia e Majës, Tanjas dhe Antonit është një testament i fuqishëm i qëndrueshmërisë së kafshëve dhe fuqisë transformuese të dëmshurisë. Pavarësisht vështirësive të paimagjinueshme që u përballën, këtyre kylyshve ju dha një mundësi e dytë në jetë. Udhëtimi i tyre nga vuajtja drejt sigurisë u bë një simbol shprese, duke frymëzuar njerëzin në mbar botën për ndërmarrë veprime kundër tregtisë së palishme të kafshëve të egra dhe për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e mbrojtjes së specieve të rrezikuara. Për oficerin NASA dhe Jim, zbulimi i kylyshve të tigrit ishte një pikë tese. Ishte një kujtesë e rëndësisë së vigjilencës, besimit të instinkteve dhe mbrojtjes së atyre që nuk mund të ngrihen për veten e tyre. Reagimi i jashtëzakonshëm i Jimit ndaj valixhes, një reagim që fillimisht dukej kaq i pavend, përfundimisht çoi në shpëtimin e 3 jetëve të pafajshme. Paraqisjen e tij të mprehtë në uatjes dhe përkushtimin e palëkundur ndaj detyrave të tij, ata kylysh tigri mund të mos ishin shpëtuar kurrë. Ndërsa kylyshët filluan rimkëmbjen e tyre, historia e tyre u përhap në të gjithë globin, duke ndezur biseda rreth nevojës urgjente për t'i dhënë fund trafikimit të kafshëve dhe për të mbrojtur speciet vulnerabel. Qeveritë, organizatat dhe individët u mblodhen së bashku për të mbështetur përpjekjet për të luftuar këtë krizë globale. Historia e kylyshëve shërbeu si një katalizator për ndryshim, duke inkurajuar ligje më të forta, zbatime të mirë dhe edukim në rritje për rreziqet e trafikimit. Maja, Tanja dhe Antoni tani ishin të sigurt, duke jetuar në një vend të shenjtë, ku mund të shëroheshin fizikisht dhe emocionalisht. Ditët e tyre të vuajtjes ishin prapa tyre, dhe ata filluan të lulëzojnë në kujdesin e profesionistëve të përkushtuar, që punuan pa u lodhur për të siguruar atyre një jetë më të mirë. Dal nga dal, ata rifituan forcën e tyre dhe personaliteti i tyre filloi të shkëlqejë. Maja, me rezervuar nga të tre, shpesh vëzhgonte mjedisin e saj me kuriozitet të qetë. Tanja, me lozënjare, do të ndiqte pas çdo gjë që i binte në sy, ndërsa Antoni, miku ximshmi, ishte gjithmonë i pari që eksploronte zona të reja të rrethimit të tyre. Së bashku, ata u bën një familje, një simbol i mbijetesës dhe forcës përballë fatkeqësive. Udhëtimi i këtyre tre kylyshve ishte vetëm një shembull i historive të shumta që mbeten të fshehura pas mureve të tregtisë së palishme të kafshëve të egra. Por me çdo histori të përbashkët, ndërgjegjësimi i rritej. Dhe me këtë vetdije erdhi mundësia e ndryshimit. Puna e oficerëve të zbatimit të ligjit, veterinerëve dhe organizatave të mirëqenies së kafshëve u bë edhe më vendimtare, ndërsa bota u zgjua nga pasojat shkatëruese të trafikimit të kafshëve. Derisa kylyshët u rritën, po ashtu u rritë edhe rëndësia e tyre. Ata u bën ambasadorë të llojit të tyre, duke përfaqësuar të tjerë të panumur që vuajnë eshtje, të fshehur në qoshet e errta të botës. Historia e tyre kujtoi njerëzve kudo për rëndësinë e mbrojtjes së kafshëve të egra, të mbrojtjes së atyre që nuk kanë zë dhe të veprimeve për të ruajtur botën natyrore për brezat e ardhshëm. Bota kishte dëshmuar një mrekulli atë ditë në aeroportin ndërkombëtar të Beirutit, një mrekulli që u bë e mundur nga mendimi i shpejtë i oficerit NASA, guzimi i Jimit dhe dëmshuria e të gjithë atyre që u përfshin në shpëtimin e kylyshëve. Historia e Majës, Tanjas dhe Antonit nuk do të harrojë. Do të shërbente si një fener shprese, një kujtesë se sado e errët të duket bota, ka gjithmonë një mundësi për shpëtim, shërim dhe një të ardhme më të mirë. Ndërsa historia e tyre u prap gjithandej, ajo preku zemrat e miliona njerëzve. Njerëzit ndanin historitë e tyre, dërguan mesazhe mbështetje dhe punuan së bashku për të krijuar një botë ku trafikimi i kafshëve nuk tolerohej më. Me çdo hap përpara, mesazhi ishte i qartë. Lufta për të mbrojtur kafshët e egra nuk ishte përfunduar,
e çdo fitore e vogël, çdo jetë e shpëtuar, ja vlen të festojë. Klyshtë e tigrit mund ta kenë nisur udhëtimin e tyre në errësirë, por ata e përfunduan atë në dritë, të rrethuar nga njerëz që kujdeseshin dhe kafshë që e kuptonin luftën e tyre. Ata kishin mbijetuar dhe tani lulëzuan, një dëshmi e gjallë e fuqisë së shpresës dhe mshurisë dhe angazhimit pa lëkundur për të mbrojtur ata që nuk mund të mbrojnë veten. Fal Jimit, oficerit të NASA-s dhe të tjerë të panumur që punuan pa u lodhur për shpëtuar klyshët, bota u bë pak më e ndritshme atë ditë. Historia e klyshëve të tigrit, dikur një prallë vuajtje, u bë një histori shpengimi. Udhëtimi i tyre sapo kishte filluar dhe bashkë me të, ata do të vazhdonin të frymëzonin ndryshimin, të rrisin ndjesimin dhe të kujtonin botës fuqinë edhe mshurisë përballë vështirësive.